Welcome to Matchmaker Albania 2025. Mirë se erdhët në Matchmaker Albania 2025. Jemi të kënaqur që jeni këtu me ne për një ditë që i kushtohet lidhjeve, zbulimit dhe mundësive si dhe formësimit të investimeve. Matchmaker Albania është një forum që bën bashk tregtar dhe vendimarrës nga globi, nga institucione qeveritare, tek biznese. Sot, në fakt është ditë për dialog, partneritet dhe rritje. Për pak minuta do të nisim në ceremoninë hapëse. Ju lutem, zini vendet. Për 5 minuta fillojmë. To open today's program, we begin with the voice behind Për të nisur programin sot do të nisim me zërin pas Matchmaker Albania, pra binjaktimit në Shqipëri që sigurohet, pra dhe është pjesë e agjencisë që sigurohet për këtë, zonja Laura Saro, drejtoresh e agjencisë investimeve. Your Excellency, Shkëlqesi, kryeministër, të nderuar ministra, ambasador, partner, miq të nderuar nga afër e larg, mirë se erdhët në Matchmaker 2025. Ajo çfarë shihni sot është jo vetëm një eveniment biznesi, por një mozaik i gjallë, vetëm thjesht një grimcë e asaj çfarë ka Shqipëria të ofrojë, por që synon të shndrohet në një qendër rajonale inovacioni bashkëpunimi, që sjell bashk aktor lokal e ndërkombëtar për një dialog orientuar nga rezultatet e bashkëpunim. Këtu do të shihni 30 eksportues elitar shqiptar që janë të shquar për cilësinë e inovacionin e tyre. Nga ana tjetër kemi 30 projekte strategjike të pasurive të palueshme e turizmit që nisin nga zonat bregdetare deri tek ato urbane. Pastaj kemi institucione qeveritare të cilat janë më së të prirura për t'ju ndihmuar në rrugtimin tuaj të investimit në Shqipëri. Do të nënshkruajmë sot për kështu edhe 5 memorandume mirëkuptimi me agjencitë homologe. Këto memorandume nuk janë dokumente të thjeshta, por ndërtojnë ura për të gjetur partner të rrugë të reja e tregjetreja për Shqipëri. E kemi nisur të program me një objektiv shumë të qartë për të rritur pozicionin e Shqipërisë si destinacion për investime konkurruese dhe eksporte cilësore. Donim që ta vinim këtë në linjë me performancën e fortë ekonomike shqiptare, duke arritur këtë vit me 1.58 miliard investimet huaja drejt për drejta. Dhe nuk janë thjesht shifra, por janë një pasqyrim i rritjes së besimit në tregun ndërkombëtar për mënyrën se si bëjmë biznes, për reformat e legjislacionit tonë. Nga ana tjetër, produktet e bëra në Shqipëri meritojnë skenën globale, përfshi djathi, vaj, ullirit, po edhe vera, zejet duhet dhe mund të flasin vetë për veten e tyre. Në të njëjtën kohë, investuesit tanë, ata që ëndërrojnë, ndërtojnë e udhëheqin, kanë nevojë dhe meritojnë një vend të tyre ku të gjitha elementet në fushat të ndryshme pasurive të paluajtshme të tregtisë të Shqipërisë janë të shfaqura. Ajo çfarë duam të tregojmë botës nuk është vetëm bukurinë e natyrës së Shqipërisë, që e dim, nuk është thjesht fakti që është një treg në zhvillim, por një vend që është serioz në bërjen e biznesit, është serioz për rezultatet që do të arrijë dhe për investimet që do të bëjë. Sot jemi në zemër të kryeqytetit tonë, rrethuar nga delegacione prej 38 vendeve të botës, nga Kosova në Kazakistan, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të Ishujt Komora, nga Japonia e vende të tjera. Sot është vetëm fillimi. Takimi i sotëm do të shndrohet në partneritetin e së nesërmes dhe në fakt takimet e para sot ndoshta në sipërmarrjet e ardhshme ditëve që vijnë. E ku i dihet, ndoshta sot produkti juaj do të etiketohet bërë në Shqipëri. Virtualisht do të udhëtojmë botën për ta sjellë botën këtu.
por nuk harrojmë asnjëherë ku I kemi rënjët. Kështu që e fillojmë me Kosovën. Dhe si shqiptar nuk e bëjmë për protokoll, por e bëjmë me zemër, sepse Kosova nuk është vetëm një fqinj, por është një reflektim I identitetit përbashkët dhe aspiratave tona. Pastaj kemi shkuar më tej në vende si Jemeni, Etiopia, Ghana dhe Komoret, vende me të cilat kemi pasur një angazhim shumë të kufizuar deri tani. Dhe për këtë jemi thellësisht mirënjohës. Mund t'ju a them të gjithë ambasadorëve, vendet e të cilëve përfaqësohen këtu, mbështetja juaj ka qenë shumë e rëndësishme dhe ju e bëni këtë eveniment të duket vërtet global. Ju keni shkurtuar distancat dhe na keni kujtuar që diplomacia ekonomike është gjallë e polarizon këtu në Tiranë. Në fakt, ky program nisi nga një synim strategjik për të rrëfyer historinë shqiptare në mënyrë më të strukturuar e më angazhuese për të angazhuar e për të kryer rolin tonë si AIDA, jo vetëm si agjenci, por si një urë midis përmarrjes dhe qeverisë, duke qenë një partnere besueshme për gjatë këtij rrugtimi dhe jemi tashmë të dedikuar që t'japim rezultate për konkurrueshmërinë në Shqipëri. Disa falënderime nga zemra. Së pari për ekipin tim të AIDA-s. Ju jeni për kufizimi I punës në ekip dhe s'mund të jem më krenare se kaq. Kur misioni është I qartë, angazhimi është I lartë dhe kapja është e fortë, nuk ka asgjë që s'mund të bëjmë. Ndërkohë që dua të falenderoj edhe Ministrin e Ekonomisë, faleminderit për mbështetjen tuaj pa asnjë hezitim. Faleminderit për këtë ambasadave që hapun jo vetëm kalendarët e tyre, por edhe rrjetet energjinë e tyre. Dhe duhet falenderoj kryeministrin ton, Zotin Edi Rama, faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme, për udhëheqjen tuaj të rrugtimit transformues të Shqipërisë për të shndruar një destinacion global. Mbështetja nga ana juaj e kësaj nisme ishte helbësore për ta kthyer një koncept në realitet. Në fakt, ky ishte I gjithë motivimi për cilin kishim nevojë për të sjellë sot në këtë vend. Të gjë pas 6 javësh përgatitje. Për gjithë ju sot mirë se erdhët, eksploroni, zbuloni, investoni, le ta shndrojmë ditën e sotme në diçka të jashtëzakonshme sepse kjo është Shqipëria dhe ky është momenti ynë. Faleminderit. Do të dëgjojmë tashmë nga një ministër që ka bërë mision të vetin larminë e peizazhit ekonomik Shqipërisë, një mbështetës I integrimit global të Shqipërisë. I uroni mirëseardhjen ministris të ekonomisë, kulturës dhe inovacionit, zoti Blendi Gonxha. Nderuar kryeministër, të nderuar kolegë, të shquar miq, zonja dhe zotrinj, është privilegj që t'ju uroj mirëseardhjen në Matchmaker Albania 2025. Jemi të nderuar që të presim një grup kaq të larmishëm pjesëmarrësish nga më shumë se 36 vende nga globi. Prania juaj sot është një pasqyrim I qartë I rritjes së besimit të Shqipëria si destinacion për investime dhe inovacion. Më shumë se sa 400 investues, 30 eksportues elit janë këtu sot e të tjerë dhe jemi më se krenar që të paraqesim 30 projekte strategjike në një sër sektorësh. Ky eveniment është më shumë se sa një platformë binjakëzimi, por është një pasqyrim I këtij ritmi që ka ndërtuar Shqipëria. Në 2024 kemi pasur 1.6 miliard euro investime më e larta në histori dhe nuk është rastësi, është rezultati punës madhe, reformave dhe vizionit. Vende si Turqia, Italia, Holanda, Austria dhe Kosova kanë udhëhequr rrugën në investimin te Shqipëria e duke forcuar hapjen e kapitujve të rinj të bashkëpunimit. Në fakt, ka një thënie që ekonomia rritet kur njerëzit I marrin burime dhe I riorganizojnë në mënyrë më të vlefshme. Ky citim jo vetëm ngërthen frymën e këtij evenimenti, por në fakt I paraqet saktësisht atë çfarë po bëjmë sot në Shqipëri. Por riorganizojmë burimet e vendit tonë, të njerëzve, ideve, bukurinë e natyrore në diçka më dinamike, më të hapur e më të vlefshme për botën. Sot jemi po kështu krenar të dëshmojmë në nënshkrimin
2005, memorandumeve me Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Kazakistanin e kështu me radhë. Këto janë gjeste më shumë se sa diplomatike. Janë elemente që ndikojnë në ndarjen e njohurimet dhe ndikimin në rritjen e gjithë secilit. Ndërkohë që evenimenti është përqendruar te pasuritë e paluajshme në turizmi, interesat shkojnë shumë më përtej nga teknologjia, inovacioni, agrobiznesi, prodhimi, energjia, financa, kujdesi shëndetësor kështu me radhë. Profili ekonomik i Shqipërisë po ndryshon edhe shumë shpejt. Besojmë se ky transformim duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm. Japse Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit është angazhuar të mbështetë çdo investues e çdo sipërmarrës që ndan këtë vizion. Jemi këtu jo vetëm për të nxitur rritjen, jemi këtu për ta përmirësuar atë. Më lini ta përmbyll duke falendëruar Aida, sidomos Laurën dhe ekipin e saj për organizimin e këtij eventi me kaq profesionizëm dhe vizion. Të gjithë miqve tanë, faleminderit që jeni pjesë e këtij momenti. Prania juaj na jep vërtet besim që ardhmja e Shqipërisë është e shkëlqyer, dinamike dhe e lidhur ngushtë me të ardhmen ekonomike globale. Ju uroj diskutime të frutshme, lidhje të frutshme dhe biznes. Mirë se erdhët në Shqipëri, mirë se erdhët në Matchmaker 2025. Ju kërkojmë ndjes për nesër në nisjen e aktivitetit, por ju falenderojmë për durimin. Ftojmë tashmë në sken një lider I cili ka mbështetur në mënyrë konstante idetë dhe shtrirjen globale, angazhimi I tij për të formësuar praninë e Shqipërisë në botë ka çuar në evente si ky. Ju lutem, ju uroni mirëseardhjen kryeministrit të Shqipërisë, shkëlqësisë së tij Edi Rama. Well, I really hope that you are aware of the fact that Shpresoj vërtet to develop a country you need që ju e dini se të zhvillosh një vend duhet fitosh zgjedhje, kështu që më vjen vërtet keq për vonesën, election related por ishte diçka që lidhej me to understand that zgjedhjet. Ndaj I do të më mirë kuptonit që nuk ishte diçka që doja ta shkaktoja, por e shkaktova sepse kisha diçka më pak interesante, por shumë të rëndësishme për të bërë. secondly I Kështu që ju kërkoj ndjes për këtë. Së dyti, nuk dua të a long speech mbaj një fjalë të gjatë sepse jam I sigurt që you don't need to be convinced to come here. keni ardhur tashmë këtu, ndaj nuk keni nevojë të bindeni për të ardhur, por To say that dua whomever here të them thjesht për çdo që ka ardhur should të hedh një sy këtu. Duhet të kuptoj që kjo është koha për të investuar në Shqipëri. this is the time to buy Është koha për të bler, qoftë edhe një gur në Shqipëri, because sepse tomorrow will be late. nesër do të jetë vonë. Tomorrow everyone will Nesër të gjithë do duan të vinë, want to buy and will be të gjithë do duan të blejnë dhe do të jetë shumë e shtrenjtë për shumicën prej jush. whatever you wish Kështu që çfarë doni të bleni, blejeni tani. to do it. Çfarë do doni të bëni, bëjeni tani. However much you are tempted to make it now. Sa do të doni që të bëni në fitime, bëjeni tani, sepse është një moment në kohë ku Shqipëria And nis still të lullëzoj not fully dhe ende recognized for its nuk incredible potential Është and for its plotësisht e njohur për potencialin që ka dhe për mundësitë e jashtëzakonshme, por kur të gjithë as easy ta marrin vesh, nuk do të jetë kaq e lehtë sa që është sot. Edhe pse dje ka qenë më e lehtë. today is quite easy. Po edhe sot është mjaft e lehtë. This being said, I want to tell you that Thënë kjo, duhet ju them the se numbers are just shifrat starting to be very ndërkohë sapo in terms of the fillojnë të bëhen investment in terms mjaft të rëndësishme sa I takon vëllimit investimeve, sa I takon of tourists, in terms of the volume vëllimit të turistëve, vëllimit të gjitha of export, import, llojeve të eksport-importeve all kind of edhe të gjitha expressions of interests, lloje both e shprehjeve të interesit and the demand.
si në hapësirën bregdetare ashtu dhe në atë malore. Kështu që jemi një vend shumë i mirë për të investuar në gjithçka. Një vend shumë i mirë, po ashtu për të bërë bashk aktor lokal dhe aktor ndërkombëtar të biznesit. E fundit, po jo nga rëndësia, ka diçka që vazhdon të jetë shumë e lirë në Shqipëri, që është diçka që dikush mund kërkoj në male, por për gjithë ata që e njohin Shqipërinë përmes detit apo përmes qyteteve të saj dhe mendon që ka parë më të mirën, po ju them që më e mira është në male. Dhe çfarëdo që dikush do të bëjë sot në male, është diçka që do t'i shpërblehet në një mënyrë të shumë fisht dhe me shifra të shumë fishta në një të ardhme jo të largët, por të afërt. Kështu dua të falenderoj të gjithë ata që janë këtu, dua të falenderoj ata që kanë ardhur këtu për herë të parë dhe dua po kështu të falenderoj të gjithë ata që janë këtu dhe që jetojnë këtu, sepse më duhet të vlerësoj durimin që patën duke pritur që ky takim të niste edhe një herë ndjes për vonesën. Dhe do t'ju them që nuk do të gjeni ndonjë ballkanas tjetër që të kërkojnë ndjes 2 herë dhe të mos marrë duar trokitje. Faleminderit.